Mirëmbrëma dashur televizionistë, jemi këtu në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mena për ACTV USA. Sonte do të flasim për ndodhitë e fundit politike në Republikën e Shqipërisë. Me mua sot në studio do jetë një personazh shumë i veçantë, është aktivist dhe analist politik, gjithashtu dhe gazetar i komunitetit tonë këtu, zoti Erviz Zholi, cilin e falenderoj që ka ardhur në studion e ACTV. Mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi. Shiko, besoj se çdo bisedë që flitet për politikën shqiptare duhet nisë kështu. E kam një besim timin këtë. Tani, të lutem, kryetar bashkie, ministra, deputet, kryeministrja, së fundmi. Zëvendës kryeministrja. Vetëm kryeministri na ka mbetur, pa u kapur ende. Mund më thoni me çfarë dinjiteti vazhdojmë dhe ecim përpara si qeveri shqiptare. Po pyetje në parim. Nuk u dalim akoma në raste specifike. Me çfarë dinjiteti dhe çfarë duhet ndodh që të rrëzohen këta, të kapet edhe vetë kryeministri, domethënë, kjo është formula që ta kemi dhe më të qartë edhe ne edhe njerëzit, sepse kemi ardhur në këtë farë pike. Të falenderoj për pyetjen, është një pyetje që shqiptarët duan edhe një përgjigje ta dëgjojnë. Ke shumë të drejtë që zuret disa emra dhe madje mund të themi që është ngritur një grup parlamentar në burg. Së fundi kemi dëgjuar për rastin e zënës kryeministes Belinda Balluku, ku akuzohet për prokurimet publike dhe aferat korruptive që janë me aq sa dim nga media se s'kemi asnjë gjë konkrete. Madje zonja Balluku ka marrë dhe motrën e saj si avokate, dikur ish një kryetarja e mos gaboj e Vetingut. Sot është avokate zonjës Balluku për mbrojtjen e saj. Do më thëmë që mos rrjedhja asnjë informacion se çfarë ka dosja e zonjës Balluku. Dhe deri tani nuk dim asnjë gjë, përveç se dim që i është lexuar akuza. Po, kështu flitet nga media. Ke një të drejtë, duhet të kthejmë prapë në emrat që më citove dhe më the sa i përket kryetar bashkie, ministra. Çfarë duhet më? Kemi që nga 2016 ku kemi ministrin Tahiri ku e mbolli gjithë Shqipërinë me drogë. Kemi ministrat Ilir Beqën, kemi kryetar bashkie siç është Dakua, Emera dhe Jon Velis fundi. Po, dhe drejt është. Pra një gjë edhe unë nuk e kam kuptuar kur gjithë ta kapen dhe Edi Rama ngrihet si vot. Domethënë kemi shkuar në zgjedhje, për shembull në zgjedhjet e 10 majit, mos gaboj, që ishën zgjedhjet që lam pas. Po. Rama shkoi me 83 mandate, kur një kryetar bashkie me 1 milion banor ndodhet në burg për një akuzë ordinere, jo pse edhe do të vinte për atë akuzë, por do të vinte për incineratorët ku është dhe Rama. Pra, i dhanë shqiptarët vot besimin. Po si ja dhanë vot besimin, duhet ngritur pyetja shqiptarët, kur ky bën këto arrestime dhe ka ngelur i vetëm, zëvendës kryeministri Arben Ahmeta, Emera dhe Merat, e shumë të tjerë, aq shumë janë sa ne i kemi harruar, nga që ky bën këto lëvizje dhe vetë qëndron dhe thotë përgjegjësia është individuale. Po mund të jetë përgjegjësia individuale kur atëherë pse s'më merr mua ministri ta bëj punën më mirë, pse s'më ty marrim shembull, kur përgjegjësia kësi i rekurton këta persona që vënë në Partinë Socialiste dhe bëhen ministra dhe bëjnë 2 vite burg dhe dalin milioner, dhe askush nuk flet. Problemi është pse nuk flasin ministrat e tij që shkojnë në burg. Ky është një problem i madh. Për shembull, Erion Velia a e ka mundësinë të flasë tani, po e ka, se s'ka ç'a bën më shumë. Ky Erion Velia është i arrestuar i Edi Ramës për akuza banale, për shikuesët për brek grash, brek Ariolës, dhe nuk është arrestuar për incineratorën e Tiranës, për Ardit Gjoklan edhe për shumë të tjerë. Pra, kemi një arrestim ordiner sa i përket Veliaj. Pra, marrim Arben Ahmetën. Pse s'pagu nuk e merr Arben Ahmetën të pandehur ose të shkoj, jo të pandehur, por të verë në Zvicër të i marrë një deklaratë, sepse ai ka qenë një funksionar i lartë publik. Po. Zëvendës kryeministër, ka fakte, thot fakte, ka bërë 3 emisione për gazetarin Qimpega, ku ka dhënë detajet pa para. A kemi sot spaku të ngrej një akuzë ndaj kryeministit Rama ku flitet edhe për verën 33.000 euro. Për operacione estetike të zonjës Linda Rama dhe Edi Rama. Pra, megjithëse kemi gjithë ta të korruptuar dhe janë shumica e këtyre, është i dashur po të marr një shembull, është një kasole që është e prishur
dhe po frytynjere e madhe këta do rrëzohen, do birë dhe kjo kasole. Pra, shqiptarët kanë një problem të madh që me rastin e Belinda Ballukut dhe me çka ka ndodhur në Shqipëri, sot Shqipëria duhet të ishte të gjithë mund na paragjykojnë, por mund të ishin edhe protesta të mundshme. Për shembull, duhet serbët për shembull, Po, në lidhje me protestën që kanë bërë kundër Vučić, u ngritën gati 1 milion, Po. jo 100 ca mijë, po gati 1 milion E vërtet. protestues. Pra, pse nuk kanë shqiptarët një ndërgjegjësim publik për t'i harrojmë partitë politike për një moment dhe të ngrihemi. Themi zotëri, Zelensky kryeministri ka vjedhur 12 milion dollar, 12 miliard dollar, gjitha tendrat e prokurimet publike Po. gjatë ka kohës shkaktuar vjedhjen e, Po. jo ka vjedhur ajo. Po pra ka shkaktuar Për vjedhjen vjedhje. e. Dhe këto gjëra nuk i themi ne. I thon rrjedha e tyre që u del në për gazetat apo në për Po. gazetarë të ndryshëm. Domethënë mund të mos kemi një shifrë reale, por a ka korrupsion? Ka korrupsion. Po. Ta hetojmë korrupsionin dhe çfarë bëjnë populli shqiptar që rri indiferent? Pse nuk ngrihet? Pra, Rama ka bërë një gjë që sot për një vend pune i kërcënon, ka ikur ajo energjia që njerëzit mund të ngrihen, që duket korrupsioni diçka normale. Ai shumë është vjedhur se duket korrupsioni dhe diçka normale. Diçka që edhe mund të ndodhi. Patjetër që shumica e mediave në Shqipëri janë të blera dhe nuk flasin Do me dalim zërin aty. e Do dalim zërin aty. real, por Do dalim aty. e gjitha kjo gjë, po ta them edhe një herë, e gjitha kjo gjë është gjithë stërmullari i korrupsionit në Shqipëri ka vetëm një emër, është Edi Rama. Asnjë gjë tjetër. Domethënë, si mund të haj kumblla dhe dardha mbrapa kurrizit të zënës kryeministra mbrapa kurrizit të Edi Ramës. Edi Rama nuk di asgjë, thotë përgjegjësia individuale. Tani, shiko, më thesh me 5 fjalë populli ka zgjedh bukën para lirisë. Dakor. Po pra. Tani, si bëhet me ne, me popullin duhet të them. E di pse ti vë pa kontekst pyetjes. Ka kaluar aq shumë vite, ka kaluar aq shumë ngjarje, sa që është shumë vështirë që të presim diçka më të madhe që populli të çohet. Pa unë nuk e kuptoj çfarë ka mbetur më që populli të çohet. Asgjë nuk ka mbetur. Dhe pikërisht pra në një farë mënyrë këtë po them që nuk ka njerë asgjë dhe kur mendoj që nuk ka mbetur asgjë, them atëherë cila është presa. Shiko, në këtë rast duhet të themi që diaspora ka një rol të veçantë në këtë rast dhe duhet ta ketë. Si duhet ta ketë? Në zgjedhjet që ne kaluam, diaspora ishte mos përfillse në votim, domethënë ishte një votim shumë herë më pak se ç'mendonin. Domethënë shqiptarët janë larguar nga Shqipëria dhe kanë hedhur atë gurin mbas, duke mos pyetur më për Shqipërinë apo për vendin apo për njerëzit. Pra duhet të ketë një angazhim më të madh në diasporë, si këtu në Michigan apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo përtej oqeanit, të jemi bashkë në unison për një qëllim. Ne bashkë mund mos bëjmë dakord për 100 gjëra. Po kur bëhet fjalë për Shqipërinë dhe për korrupsionin duhet jemi bashkë. Më kupton? Pra, diaspora duhet të jetë faktor. Duhet të jetë një faktor i rëndësishëm që çdo pushtet të ketë frikë, sepse ne kemi rreth 2 milion pasaporta jashtë Shqipërisë që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë. Dhe Shqipëria sot është zvoguluar. Statistikat e fundit të Instat dhe të këtyre që madhe popullsisë të gjitha, sot tregojnë që Shqipëria është kurrë. Kemi moshën mesatare të vjetëruar, kemi të rinj që nuk kanë më shpresë aty për shkak të korrupsionit të lartë. Kemi raportin e Departamentit të Shtetit ku Shqipëria është një nga vendet më të korruptuara. Kemi raportin e OSBE-ut dirit ku nxjerr që zgjedhjet ishin jo demokratike, ishin të dhunshme, kemi që thotë që ishin të cënduara i pushteti, domethënë patjetër, sepse në moment që ti një javë para zgjedhjeve fal gjobat, një javë para zgjedhjeve ti fal dëshpërblen atë që e ke si votë tradicionale pensionistët me 100.000 lekë të vjetër dhe jep votën, kjo tregon që është kapur disi pushteti aty. Pra ne duhet të reflektojmë, duhet të jemi gjithmonë në një reflektim më të theksuar dhe me njerëzit që njohim me dashamirësit e të gjithë, duke thënë nuk duhet bëjmë propagandë, por realiteti është realitet, ndërgjegjësimi mbi të gjitha. Tani, se që situata është e kapur, këtë e dinë të gjithë. Dhe të gjithë problemet që vazhdojnë e përsëriten dhe asgjë nuk ndodh, pra e kemi parë këtë skenar. Dua të bëj pak pyetjen psikologjikisht. Si populli mbahet i përgjumur? Shiko, ta lëm popullin për një minutë.
A nuk ishte Altin Dumani heroi i fëmijëve tanë, perceptimin e opinionit publik për shembull. Ishte investuar nga SPAK me mira portale në Shqipëri, se çdo gazetar në Shqipëri pas ka nga 3-4 portale që unë se di nga. Me kam marrë vesh të kohët e fundit, duke pas një rast që më kishte shkruar diku një gazetë për mua, dhe i personi ishte me 7 portale. Dhe institucioni SPAK, kryesuar me kryetarin e saj Altin Dumani, ishte supozoshe që këto shkruarin që SPAK-u është heroi i fëmijëve tanë. Para disa ditëve në Komisionin e Sigurisë, ku ishte i thirrur si në Komisionin e Sigurisë dhe mbas disa ditëve në parlament, Altin Dumani tha që ne arrestojmë me prova. Nuk e di a ke dëgjuar, arrestojmë, ne japim urdhër arrest vetëm kur kemi prova konkrete. Okay. Dhe disa pyetje që ishin nëse normale, që vinin e i thoshin zotri, të kemi dërguar prova për inceneratorin e Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës, që nuk ekzistojnë. Madje kemi dërguar që është i përfshirë drejt për drejt kryeministri Rama me firmën e tij, te Ingjëlla Gashi dhe me firmën e tij. Pra iku kjo. Pse sa arreston? Do thuash ti nuk ka ndodhur që ti jetë arrestuar ndonjë kryeminist në detyrë. E vërtetë është kjo. Po pse mos jetë presidenti i parë kjo gjë? A më kupton? Pra Altin Dumani është bërë reforma në drejtësi, ajo që mendonim ne? Jo, nuk është bërë. Nuk mund të bëhet një reformë drejtësi e suportuar nga George Soros. Unë në 2019 kam bërë një protestë në Washington DC para shtëpisë bardhë. Se dalim te agenda pastaj, po mos më dilte agenda. Do të lidhem prapë me këtë. Dakor. Do të lidhem kam bërë një protestë në 2019 para shtëpisë bardhë kundër George Soros dhe implikimin e saj në reformën drejtësi. Ka qenë ditë e diel. Ditën e hënë, zyra e Fondacionit Soros ka pranuar që ka paguar $10 milion për reformën drejtësi. Pra, përse ka paguar dhe kush është benefiti? Pra, këta janë komplet të kapur. Tani, sepse nga drejtësia bëhet dhe shteti më i mirë dhe ulet korrupsionit e di. Dhe po të them një rast, si ka mundësi që vettingu të bëhet nga motra Belinda Ballukut? Pamela Qirko e ka, zonja. Si ka mundësi që mund të kemi drejtësi të pavarur kur sot të gjithë për gjyqtarët ka qenë sekser Tavlan Balla, një njeri me drithije, me zezat e tia, që nga Toyota Yaris, me radhë, me grupe kriminale, me të gjitha. Madje erdhi edhe këtu në Michigan për të përçarë diasporën, ky zotria. Si mund të kemi ne sot, dhe populli shikon këto gjëra, prandaj nuk ngrife, se thotë ç'të ngrihesh. Reforma në drejtësi u bë ajo që u bë, dhe sot falë kësaj reforme të shkatruar, që mendojnë që ka reformë drejtësi, apo kemi një SPAK. SPAK-u çfarë është? Thjesht ndryshuar një emër nga Prokuroria e Krimeve të Rënda e bëm SPAK, me të njëjtët prokuror pak është. Është si puna saj të ndrojmë gomat e makinës, po të vëmë të pasmet, t'i vëmë para, të mbasmet, t'i vëmë pas disa. Asnjë gjë nuk ndryshon, thjesht kemi ndryshuar emrin. Nuk kemi ndryshuar njerëzit, nuk kemi mandati i parë i SPAK-ut ka qenë Arben Kraja, një ish oficer sigurimi. Si mund të presun drejtësi dhe populli të jetë vigjilent, me që ta lidha me popullin, pse thua ti pse s'ngrihet populli? Po populli shikon dhe këto. Marrim një rast. Do të them dhe një rast tjetër dhe do ta mbyll sa i përket reformës. Para pak javësh u vra një gjyqtar në sallën e gjyqit. U vra një gjyqtar dhe sa i përket reformës drejtësi ishte rasti i parë, unik. Ka ndodhur edhe 2 raste të tjera, por që nuk kanë arritur në vrasje. Ka ndodhur në Fier, ka ndodhur edhe një veti që s'm kujtohet tani për momentin. Pra, sot ne kemi gati 250 punojës policie, mos gaboj, dëshmor, se s'do të gaboj në shifra, dhe s'kishëm asnjë njeri në drejtësi. Pse? Se korrupsioni ishte i lartë në drejtësi. Policia bënte punën e saj, arrestonte, procedonte, i çonte në prokurori, prokuroria në gjykat, pastaj dilin ke shumë punojës policie të vrarë nga krimi organizuar. Pra, nuk ka një shpresë, po të kishim një reformë në drejtësi të qartë, konkrete, ashtu siç duhet, të mande para përgjegjësisë këta që vjedhin sot si Belinda Balluk. Belinda Balluku s'do të dilte nga dyert e SPAK-ut. Hyrja s'do të dilte, duhet të komunikonte urdhë arrestit. Automatikisht po. Ç'a presin këta?
Prandaj dhe populli nuk reflekton. Tani ne themi populli nuk është budalla, po patjetër që nuk është budalla, po është indiferent. Janë indiferent. Dhe unë këtë dua janë indiferent, janë shumë indiferent në këtë rast. Unë dua të them se si është ruajtur kjo indiferencë. Po të marrim, kemi raste Danimarka, por ne nuk kemi demokraci si Danimarka. Në Danimarka ka dhënë dorëheqje sepse nuk ka deklaruar 50 euro një dhuratë për shembull, deputet. Në deklarimin e pasurisë ka harruar pa deklaruar një silograf që kushton 100 euro. Ka dhënë dorëheqje. Kjo është një demokraci perfekte. Pra, në Shqipëri nuk ndodh kjo gjë. Ne në Parlamentin Shqiptar kemi patur në listën e 2013 deri në 2017 një persona me rekorde kriminale, deputet, që sot janë të fshehur, sot janë të larguar. Madje lista e Lezhës nuk kishte asnjë deputet, më derisa erdhi kauboj si i famshëm. Pra ti thua populli nuk reagon se s'ka çfarë të bëj? Jo, populli nuk reagon se shikon çfarë produkte shkemi dhe rrezikon bukën e gojës. Po i ke marrë të gjithë. Po çfarë të bësh? Ja e dim që vjet, po ja jam në punë, nuk reagoj dot. E ke parasysh dhe kur marrin këto vos popet, nuk shprehen. Pse nuk shprehen? Sepse fukarallëku, mjerimi, Shqipëria pra lirim për kanë shitur. Dakor, po tani, po kanë një problem të madh që nuk reagojnë as me votë. Mirë me deklaratë publike që reagojnë, por nuk reagojnë as me votë, e japin prapë nga frika votës. Pra ti thua që ne jemi në diktaturë. Absolutisht po. Kush beson që ka një demokraci në Shqipëri, gabon. Dhe si është duke e parë pak situatën afatgjat, duke parë ritmet që kemi, nuk flas vetëm për Ramën, flas për sjelljen që populli ynë ka. Pra ne kemi këtë sjellje. Kjo mua më tregon diçka të keqe, jo vetëm për të tashme, më tregon diçka të keqe edhe në të ardhmen, nëse vjen një Rama tjetër. Nuk po marr kërcënim përsëri. Është kërcënim përsëri sepse ne kemi të reagim. Pra ka nevojë për një shpërthim, je pro evolucionit apo revolucionit. Se këtu doja dilja. Shiko, revolucioni është më i shëndetshëm se gjithçkaja. Revolucioni është pse jo evolucion dhe a dim ne të bëjmë revolucione? Pastaj. Shiko, ne jemi munduar një në vitin 1910 ku ndryshuam edhe të mund ta quajmë edhe revolucion. Edhe hedhjen e Bustit edhe të gjitha, pavarësisht se diktatori kishte 5 vjet që kishte vdekur nga 1985 me 1910, por revolucionet janë më të shëndetshme. Problemi është kush vjen në krye të revolucionit. Kush e udhëheq këtë? Sepse turmat duan një bari. Patjetër. Patjetër, po varet në çfarë forme i drejton turma. Patjetër që unë jam pro revolucionit, patjetër që duhet të ndodhë, duhet të ketë një gjë. Dhe këtu duhet marrë prapë shkak që diaspora ka një rol kyç. Pikërisht. Për të qenë pjesë e këtyre. Flasim kur e përmendim diasporën, duhet harrojmë. Shiko, ne kemi, shiko. Më the për vot. Diaspora nuk është vot. Diaspora po janë burim financiar, është burim intelektual dhe në fund është vota. Te di. Më the nuk votuan sa duhet. Nuk kishte nevojë të votonin sa duhet, nëse kaq veta sa u angazhuan si numër. Sepse shiko te di. Si numër. Shifra. Nuk e dim se për këto votojmë. E zëm jemi para zgjedhjeve. Kemi 200 sa mijë votuan, sepse disa u regjistruan për nuk votuan. Diku te 200.000 votuan, vota të vlefshme. Shumë pak. Ekstremisht pak. Nuk e dim për këto votojmë. E zëm jemi në atë momentin para. 200.000 veta mund të ndryshojnë vendin, nëse 200.000 veta do kishin sjell potencialin intelektual që vërtet kanë, dhe 200.000 veta do kishin sjell potencialin ekonomik që vërtet kanë. Unë e kam shkruar në disa shkrimet e mia, që diaspora është një potencial i veçantë dhe ka njerëz me intelektual, ka njerëz që vijnë nga fusha e ndryshme. Nuk kërcënohen me vend pune. Patjetër. Kanë të ardhura që s'duam të ditë se çfarë ndodh më pas. Për shembull këtu kemi profesor, kemi akademik, kemi politikan, çfarë duash ti ka. Madje Michigani është dhe si meka e diasporës, ku ka dhe 5 institucione fetare. Kemi 2 kisha katolike, të qenë Bektashianet Bambare Xhepi, një ortodokse dhe xhamin. Të qenë ortodokse, kishën ortodokse dhe xhamin. Pra, këtu nuk mungojnë këto për të qenë bashkë dhe për të qenë në një grup të gjithë. Pra, ka ardhur momenti që edhe diaspora duhet të ketë një rol kyç. Duhet të jetë më e bashkuar, sikur edhe në këto festat kombëtare më saktë, për të mbajtur një simpozum, për të folur, për të diskutuar. Nuk ka rëndësi bindjeve politike, rëndësi ka që të bashkohemi, të themi diçka, të argumentojmë, të hapim debat me njëri tjetrin, të flasim.
Problemi është që duhet të flasim, duhet të kemi një orientim. Dhe duhet të themi që është mirë, kështu, po që mirë, kështu në rregull. Po kur s'është mirë, s'është mirë, është si të themi që është si ajo pralla e mbretit Lakurish. Pra ne duhet të themi të vërtetat. Nuk e besoj se diaspora do të reagojë nëse nuk ka një kërkesë ndihme nga brenda Shqipërisë. Shikoj, në çdo rast në të shkuarën, kur diaspora ka reaguar, mund të themi edhe këtë që diaspora mbase s'reagon se ka figura të vjetra të politikës shqiptare dhe diaspora është indiferente. Edhe kjo mund të jetë një faktor. Por indiferenca është. Por nuk presim ne dot diasporën të zgjohet për popullin shqiptar atje ku është pa u zgjuar në fillim populli shqiptar, se nuk ka asnjë rast që diaspora, jo vetëm shqiptare, po diaspora dhe çdo shteteve në botë të kanë reaguar pa kërkuar ndihmë ata që jetojnë atje. Gjithmonë ka pas një problem, populli banues është çuar dhe diaspora e ka bërë të mundur fitoren ose humbjen e luftës. E ka kanalizuar gjën. Po, e vërtet. A kemi një diasporë neglizhente? E kemi, mund mos ta kemi, duhet provuar mbas popullit çohet kërkojnë ndihmë. Për çdo gjë nis nga ata që janë aty. Është shumë e rëndësishme ti tregojmë atyre që ne jemi të gatshëm. Patjetër, sepse i frymëzon që të çohen. Por futitës, ai aty duhet të çuar që të rrozohet ai sistem. Tani, rrëzimi i sistemit, ndrimi i sistemeve, dalim logjikisht tek si do reagoje, si do ta dëshiroje popullin të reagonte në zgjedhjet e fundit të kuvendit, me që në zgjedhjet e fundit. Po. Vetë rotacion politik, patjetër. Çdo rotacion politik është më i shëndetshëm për demokracinë. Madje a ka mundësi të bëhen zgjedhjet një çdo vit? Ku është problemi këtu? E ke vënë re që populli shqiptar pret Skënderbeun? E di pse ta them këtë? Pret Skënderbeun, po është me thupra të ndara i dash, nuk i ka thupra të ndara, po e di pse ta them këtë, sepse kur vjen dikush që mund futet në politik, edhe pa u futur akoma, ai për shembull ka marrë një gjo parkimi ai person, simbolikisht. E thot populli, më të kyllem me gjo parkimi se gjithë njësoj janë. Pra duket sikur barazimi i të keqes aktuale. Është gjo me parkimi. Pra e keqja aktuale me qeverinë aktuale barazohet me të keqen që mund të na vi, po të na vinë ca të rinj. Dhe themi po nuk erdhën ca të kulluar të vi Skënderbeu të zbresi dhe ta marrin, ne nuk i votojmë. Ne kemi pse shajm kaq shumë të rinj që në politik? Pse shajm kam shumë subjektet e reja? A është racionale kjo? A ka kuptim kjo? Ja me që më mori një sfunda me të rinj që hyn politik. Të rinj në politik që hyn të rinj në politik, unë jam shumë dakord që të ketë sa më shumë të rinj në politik. A ka ku vetëm më keq? Po më xho pra. Sepse po nuk ka. Po pra, më xho. Të rinj në politik duhet të kenë një para se të hyjnë në politik duhet të kenë një deklarim të ardhurash. Që shumë të rinj që kanë hyrë në politikë na kanë hyrë si milioner. Dhe kjo është një gabim që nuk ka shpresë sot. Po do është edhe shembull, raste. Ka raste. Ka shembull me këta të rinj politik. Edhe këta nuk janë të sinqert, janë qafira si këta të vjetrit. Tash të rinj duhet kanë drejtëhije, për shembull unë di një kryetar partie që ka hyrë, i ka zyrat 11.000 euro në muaj. Se kush e sponsorizon punën e tij. Tani këtu po bëhet një gabim. Kemi ca të këqij këtej? A kemi ca të këqij këtej? Kemi një të keq këtej. Këtu kemi një të keq të madh. Dakor, tu kemi një më këtej mund të kemi ca këqij nevojë të vegjël. Dikush nuk i quajnë të këqij, dikush i quajnë të këqij. E zëm sikur janë të këqij. Sistemi duhet ndruar, ora edhe sikur çike Rama, edhe vi prap Rama. Identik, Rama me Ramën. Pra nuk po bëjmë asgjë. Kot. Edhe kjo do bënte mirë. Vetëm nga atmosfera që ata mund t'i humbisë nga zgjedhjet. Ora kemi filluar të humbasim besimin që mund t'i humbasin zgjedhjet. Të vimor prap Edi Rama ti marri vetëm për të na treguar që ora funksionon diçka. Vetëm për të na zgjuar. Zona gri të zgjohet për të thonë ora që ka punë vota. Po ti mendon se ka zonë gri? Me kaq popullsi që është kurrur? Zona gri është në ke zonë gri patjetër, se ke në diaspor. Diaspor. Po, diaspor po. Po pra, po diaspor. Ne kemi humbur besimin që aty ndrohet forca. Dhe më të dalë Rama me një parti tjetër. Edhe unë do them, okay, pas ka diçka domethënë. Te di, dëgjoj. Zgjedhjet që kalua, pa dhe ju prisin Skënderbeun të vi? Jo. Se nuk vjen Skënderbeu. As Krishti nuk do zbresi. Do vi dikush me të mirat dhe me të këqijat që ka. Për të përballuar një të keqe më të madhe, gradualisht. Ma drejtova pyetëm në le të japi përgjigje. Jo, ma dhe përgjigjen. Po të jap një tjetër. Ma jep të tjetër. Okej. Tani, mos harro që ne jemi një popull individualist. Ne themi ç'më duhet në vërtet. Kemi ndërgjigje kolektive. Po pra, ne jemi për çdo gjë ç'më duhet mua. Po të vëshre, rrugët e Shqipërisë janë të gjithë plera.
Në shtëpi jemi dritë. Deri te dera shtëpisë e kemi atë. Po pra sepse thotë kjo është e imja. Edhe pastrojmë ne te dera shtëpisë. Në rrugë themi ç'më duhet mua, jemi individualist. Pra kjo ndikon dhe në këtë aspekt që, domethënë, kur ne na goditet komshiu jon, që për një padrejtësi që mund të jetë procedurë administrative, por që nuk ka nevojë ty në rospat e fatorë, ne themi ç'më duhet mua. Në moment që na vjen ne ngrihemi. Po, edhe ngelemi vetëm. Pra ngelemi vetëm. Pra, ne duhet të kemi një organizim si në diaspor, si në diaspor dhe në Shqipëri, duke qenë të unifikuar dhe të përballemi me regjimet. Kushdo qoftë ai regjim. Përballja tregon forcë, pushtet dhe bën rotacion. E di çam kujtova? Dy pasagjerë në një tren dhe pasagjeri A i thot pasagjerit B, do përplasë treni. Ky i thot, le të përplasës, nuk është treni im. Tani, ç'mund thuash për kodin zgjedhor, sepse kemi vazhdimisht pra edhe në zgjedhjet e fundit, pam tentativat për të hapur listat, pam nga krahu tjetër dy partitë e mëdha, dorë për dore, të cilat ekstremisht nuk e donin hapjen e listave, u përpoqën ta ndalojnë, u bë diçka në mes me dy tretat. Kodi zgjedhor ka pasur problematikat e saj, madje në çdo 2 vjet kemi zgjedhje, o zgjedhje lokale, o zgjedhje qendrore. Po. Pra, në çdo 2 vjet kemi zgjedhje dhe kemi gjithmonë ndryshime të kodit zgjedhor. Problemi është që opozita që bëhet pjesë e kodit zgjedhor, ku është benefiti i saj? Duhet të jetë sepse duhet të ketë një benefit, nuk mund të bësh palë e një kodi zgjedhor ku çdo gjë merr mazhorancë. Domethënë, mbase ju kujtohet marrëveshja 5 qershorit ku ka qenë kodi zgjedhor për ndryshimet e kodit zgjedhor për koalicionet parazgjedhore, ku prishën madje dhe bekimi këtyre ishte ambasadorja Yuri Kim. Dhe Rama e prishi këtë lloj marrëveshje dhe nuk psoi asnjë gjë. Pra, kodi zgjedhor duhet ka ekspertë e saj, e din më mirë se çfarë duhet bërë. Pra, diaspora nuk duhet votojë me post, mendoj unë. Ka mënyra të tjera, ka kompani. Po ka mënyra, për shembull, një miku im ka një program shumë të mirë që nuk kushton shumë, nuk kushton më shumë se $1 milion si program. Mund ta blesh, u propozua kjo nga Smartmatic, nga kompania e lidhur me George Soros që të merrte përsipër. Jo, është tjetër gjë kjo që po të them unë. Edhe është tjetër gjë që nuk e di këtë që po më thua. Kjo kompania që po më thua ti si e bën mundur votën? Po gjë pra. Ka lloj forejon çështje teknike, online patjetër online. Jo. Pse? Hym po tek e njëjta. Kjo është pjesë e ekspertëve teknikës, por vota me posta është me manipulueshme se vota online. Shembull, shiko, shqiptarët punojnë, ka njerëz që punojnë nga zyra, ka njerëz që bëjnë punë fizike. Mund të votojnë përmjet një smartphone, me barcode, me fytyrën e tyre, që ka disa shenja sigurie elementare që mund të votojnë dhe e kanë atë pasaportën digjitale. Kur ne sot po flasim për një ministre si Diella, që do na lindje 83 fëmijë, si mos realizojmë do të votën elektronike. Ti je shtetas amerikan, nëse ke votuar këtu zgjedhjet e fundit për presidentin se s'ka rëndësi për këtë, zgjedhjet presidenciale, fleta e votimit tu ka qenë shumë e thjeshtë dhe mekanizmi se si votohet në Shtetet e Bashkuara është një box garbage mund ta quash, që si ato të garbage-it, që futësha aty, në moment që futësha, identifikoshe vota për kë votove, për gjitha dhe e bënde numërimin elektronik. Dhe ishte një procedurë shumë e thjeshtë që në Shqipëri mund ta praktikojnë. Madje deputetët e zgjedhur të Parlamentit të Shqipërisë kanë qenë këtu si vëzhgues në zgjedhjet në Amerikë, disa prej tyre Albana Vokshi, Fatmir Mediu, disa të majtë të djathtë, si vëzhgues për të qenë për të parë këtë proces. Dhe madje disa që i kanë miqë, ju kanë thënë, a e pat të lloj procesi. Sa e thjeshtë dhe jo komprometuese. Madje, një gjë që më ka pëlqyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komisionerët janë moshë e tretë. Pse janë moshë e tretë? Sepse nuk kanë interesa personale me pushtetin, janë të papunë, janë pensionista. Në Amerikë funksionon kështu. A duhet propozuar diçka të tillë? Patjetër mund të propozohet. A duhet mos ketë me kuti votimi që votojnë? Po, unë jam dakord mos ketë një procedurë si kjo në Amerikë. Dhe ka një kosto më të pak se kjo që bëjnë jo me kamera, jo transparencë. Pse janë këto gjëra në Shqipëri? Se japin mundësisë për vjedhjen e votës.
Në Elbasan një deputete ka dalë me 20 ca mijë vota, Sara Mile, pa bërë një nder në jetën e saj, pa pas një post publik, pa pas një mbështetje dhe me votuara në burgun e Elbasanit. Si ka mundësi? Si e shpjegojmë me këtë? Pra krimi organizuar, pushteti. A e mbarë mësi u kapën me mira flet votimin në një dyqan, në një dyqan ushqimore dhe thoshtë ajo në ka set deputete dhe i plotësoni dhe i fusë. Pra, si mund të çertikojnë këto zgjedhje? Pra, dhe ndërkombëtarët duhet të reflektojnë në këtë rast. Pra, reforma zgjedhore, dhe kthehemi përsëri reformës, për ta mbyllur, duhet parë, ka ekspertë e saj, që duhet të konsultohen, pse jo dhe me diasporë, me një grup interesi nga diaspora, për të thënë që duhet votojnë, po si duhet votojnë, ka elemente e saj për të votuar. Sepse zgjedhjet, vitet i ke shumë shpejt, zgjedhjet vinë gjithmonë, mund të votojë diaspora edhe për zgjedhjet lokale, për zgjedhjet bashkiake, më shumë, në 2027. Po është më ndryshe lokale. Pra, ka një reformë, po bëhet një reformë. Reforma zgjedhore është edhe për kësaj që mund të kemi 26 bashki për shembull. Mund të kthehemi me 26 bashki, jo me 61. Pra, në 2026 do miratohen tjetër hartë vendore për zgjedhjet e 2027. Domethënë nuk do jenë kaq bashki saç po flitet me 60, sepse është në radhë parë është kurrë popullsia, ka rënë, domethënë nuk mund mbahet një bashki me 1000 banor siç është Pustenci për shembull. Po. Dhe shkojmë këtë, ka një ndryshime sa duhet. Problemi është që ne duhet të ndryshojmë kushtetutën. Ndryshimet kushtetuese që janë bërë në 2008 janë absolutisht gabuara me këtë që jemi sot. Domethënë, dy forcat politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste bën gabimet më të papara në 2008. Madje heqjen e kompetencave të presidentit. Pavarësisht se ne jemi republikë parlamentare, presidenti i Republikës ishte mbrojtësi i disa ligjeve edhe disa është një decentralizim i shëndetshëm. Patjetër, ishte mbrojtësi i kushtetutës në atë rast, kalorës mund ta quaj, në aspektin e presidentit të Republikës në nivelin më lart i kushtetutës, pra ne hoqëm ato kompetenca, madje presidenti e Republikës bëhej edhe me 71 mandate, ku ishte me 84 mandate dhe kishte një farë force. Sot procedimi që Bajram Bega bëri me dekretimin e 6 bashkive a 5-6 bashkive duke përfshirë dhe Tiranë, e pam që gjykata kushtetuese e rrezoi. Pse? Sepse ishte një president partijak. Bëri një gabim juridik që nuk duhet ta bënte dhe gjykata kushtetuese hodhi poshtë. Dhe sot ku ngeli institucioni presidentit apo dhe ata që punojnë për presidentin? Ngelën poshtë, të tupruar më saktë nga gjykata kushtetuese. Më përmende zgjedhjet lokale për diasporën, po nuk do të merrem te diaspora zgjedhje lokale, vetëm më kujtohet pak të bëj këtë pyetje shumë të rëndësishme. Është mund ta quajmë Tiranën çelës për të kthyer ngjarjen në gjithë Shqipërinë? Tirana, mbas popullsisë Tirana. Jo, më fal pak. Po flasim, pra se kjo pyetja ka dy kështu. Flasim Tiranën në zgjedhjet e parakoshme, që nëse ti e fiton Tiranën edhe për një vit e pak vetë prapë në zgjedhje. E ke një vit e pak dhe e ke pak këshillin bashkiak. Po. Dhe kemi edhe pasaj nëse e merr Tiranën tamam. Sot ne kemi një kandidat. Kemi 4 kandidatë, mos gaboj. Kemi Arlind Qorin, kemi Euger Tamanaseliun, kemi dhe Florian Binën dhe një kryetar në një partisë komuniste. Nuk e kam emrin e personit, po e di që janë 4 kandidatë. Okej. Në qoftë se Florian Binë për shembull fiton. Edhe pse jo mos fitoi. Kjo tregon që shqiptarët janë mërzitur nga njerëzit politik. A duhet kishte Tirana një njeri politik? Patjetër. Duhet kishte një njeri politik. Por nëse Florian Binë fiton, atëherë ne na dështon kauza që duhet kishte një njeri politik, atëherë njerëzit janë lodhur nga politika. E këtyre 35 vjet dhe fitoi një njeri teknik. Njëri që vjen nga bota e artit, nga gazetaria, se një po bën gazetari, siç e bën në Piranjë. Po. Se po e bën. Pra, ne kemi një aktivist, po ka qenë në disa protesta, madje dhe të armë kimike ka dalë. Por ka qenë disi i përfshirë në ngjarjen. Dhe në qoftë ai fiton, realisht, kjo tregon që politika 35 vjeçare ka dështuar dhe njerëzit, populli nuk e do më. Ky është test. Patjetër që është test. Unë uroj që vërtet Florian Binë të fitoj,
të fitoj më i miri, por mendoj që Florian Bine duhet fitoj, sepse nuk mund të fitoj Augerta Manasteliu, një njeri me flitet për korrupsion, flitet që ka menaxhuar në mënyrë skandaloze dhe nuk ka pandeminë dhe Ministrinë e Shëndetësisë, se për folur në tendra dhe në abuzime të papara. Pra, jam dakord, vetëm për diçka. E zëm do kishte PS-ja një njeri të ndershëm. Po do kishte vlerë. Atë vendimin e merr një njëti person. Taulant Balla tha një gjë të bukur. Ja do ishit ju te PS-ja. Taulant Balla kishte vlerë. Po patjetër, nëse fiton e xhaketa ime, po prit. Po vendos Rama në fund. Po, Taulant Balla tha një gjë të bukur në parlament të Indet. Dhe tha një gjë shumë të bukur, ja tha Belindit. I tha Belindit, tha Tirana do votoj Edi Ramën, tha dhe Partia Socialiste. Domethënë ka rënë ajo, nuk ka kryetar bashkie, domethënë Shqipëria ka vetëm një kryetar bashkie, ka Edi Ramën. Pra, nëse shqiptarët do mendojnë të votojnë ndryshe, të votojnë Florian Bine, atëherë kemi të bëjmë me diçka ndryshe. Ka një shpresë, kthehet një ndryshim brenda qytetarëve thonë ka një shpresë, po ke marr Tiranën, ke marr Shqipërinë, sepse Tirana mos gaboj ka 35 deputet sot, apo 36 në listë gjithë. Dhe ti po more Tiranën, ke marr Shqipërinë, ke gati në bashkinë e Tiranës ke mos gaboj 15.000 punësuar. Po. Dhe ke influencë, ke çdo gjë. Domethënë do ta kapim në të gjitha format, sepse në Shqipëri po sjellën punë shteti, nuk puna private është shumë me dobët, nuk paguar siç duhet. Ku në gjithë botën privati është më lart, në shtet është më ulët. Domethënë në Shqipëri është e kundërta. Dhe sa efektive do jetë ky çerek mandati vetëm me pushtet ekzekutiv? Nëse do ta kemi pushtetin ekzekutiv, siç është kryetari i bashkisë, të garantoj që është dhe mbas një vit e gjysmë përsërit ai kryetar bashkie. Dhe madje të përgatitemi për zgjedhjet e kthen Timonin. Patjetër. Ke marrë, shikoj, Shqipëria është bërë 1 milion e gjysmë, 1 milion jetojnë vetëm në Tiranë. Ke marrë Shqipërinë po morë Tiranë. Kjo është e gjitha. Dhe vërtet duhet ndërgjegjësuar gjithë njerëzit që jetojnë në Tiranë, mos shikojnë, sepse shumica e emigrantëve që kanë vite në Amerikë apo në vende të tjera, kur vjen në Shqipëri duket parajs. Por nuk kuptoj se sa fasadë. Po fasadë, patjetër, propagandë fasadë. Nuk kuptojnë se sa janë çmimet, nuk kuptojnë transporti, nuk kuptojnë sa është nafta. Dhe këtu e ka fajin media. Dalim pak te mediat. Po media pra patjetër, media na bënte propagandë për inceneratorët, na merrte pagesa nga inceneratorët dhe na thoshte që punojnë shumë mirë dhe na prodhojnë energji. Dëgjova lajmin për zëvendës kryeministrin. E dëgjova nga një deputet në parlament, nuk ka rëndësi. Hyra për të lexuar në media. S'dilte asgjë. Pash syrin dhe pastaj pash portale dhe nuk e di pash edhe një media tjetër, sepse mos thot dikush jo harrove këtë, po ja 2 media, po 3 për qefin e tyre. Po edhe Facebook, po pse vetëm këto janë? Kush Top Channel janë? Po s'jam pra se. Po s'jam. E di hyrat te Top Channel pastaj, dhe thash të tentoj apo tek Klani, te njëra prej këtyre 2 mediave më të mëdha, këto janë 2 më të mëdha, hyra tek njëra prej këtyre për të parë, po hy dhe po kërkoj këtu thash, se mbase s'më ka dal. Kot. Hyra kërkova aty për atë person, më duan lajme të mira më. S'më dole ja. Te di, duhet të dim diçka. Në para 2 vjetëve, jo 2 vjetë më shumë, kur Arben Ahmeta ishte zëvendës kryeministër, Top Channel bën një emision Top Story. Po. Investigativ. Emisioni është akoma. Jo, nuk ishte Paqja e Grida. Natyra, po. Paqja e Grida ishte bënin investigation këta dhe e bën Arben Ahmeta. Kjo tregon që e kishte lëshuar Rama. Tani, në moment që do shikosh të 2 mediat, që sapo përmendet, Top Channel dhe Klan, që do e godasin Belinda Ballukun, e ka lëshuar dhe Belindën Edi Rama. Ju ka thënë mere. I ka thënë mere drejtësisë. Madje gojët e liga thonë që Edi Rama i kanë kërkuar dhe dorëheqjen. Dhe ajo i ka thënë që unë nuk jam Erio Velia. Domethënë, nëse jam dorëheqjen do të marr me vete. Po. Në një farë mënyrë e ka kërcënuar. Madje gjatë si kërcënimit, prap gojët e liga thonë që ka qelluar Edi Rama me një grusht. Këtë ne nuk e dim. Po zoja duhet i pohoj, thot pse syri ishte i nxirr. Mbase nga këto, nga që bën dhe bukuroshe, bën dhe këto shiringat kundra rrugave. Nuk dalin mirë gjithmonë. Po, nuk dalin mirë përse reakcion. Po. Përse reakcion.
Jo, se ishim të diaspora që ata bien shumë pre e kësaj fasadës mediatike që ngrihet. Se të hyn në zonë lajmet e shef Shqipërinë sigur thoti ua. Shqipëria është parajs, kanë shumë vite. Por për emigrantët që jetojnë, apo për ne që jetojmë diaspora, unë shkoj shpesh në Shqipëri, po për një njeri që shkon një 3 vit, Shqipëria është si parajs, edhe është indiferencë dhe thotë ka punuar Edi Rama. Se ai nuk e kupton që kushërinjtë e vet janë si mos më keq, që bëjmë puna të vështira, dhe madje kur ju vëmë ne atje, ata na thonë lumë si ju keni shpëtuar që keni ikur, sepse ata përballen me padrejtësi, përballen me spitale që janë të tejskashëm të mbushur me popullat që nuk i jepet shërbimi i dur, përballen me probleme me pronën, me aulizmin, me gjitha këto gjëra dhe nuk gjejnë të drejtën e tyre. A e ke parë sot sa njerëz kanë marrë pronat e të tjerëve i kanë tjetërsuar nëpërmjet dokumentave falso. Pse beshe lufta në Imar që me patjetër duhet ta merrte Partia Socialiste? Pse Orta Xhaçka thoshte që më mirë t'i marrim ne se sa ata nga Mali? Se kush ishte kjo zonja, nga vinde kjo që ofendonte, ata nga Mali, kush nga Mali, ata janë vendas, ishën në tokat e tyre. Pra, kjo është një qeveri e kalbur që mbase do ketë një tërmet të fortë dhe do shëmbet, do ta zërë brenda, domethënë. Dhe kryeministrin, se mbase ja populli është i paaft, po. Kam një pyetje me që më dole këtu. Është i paaft për të hedhur poshtë Edi Ramën, jo për ndonjë gjë tjetër. Po. Kam një pyetje. Shiko, kemi parë ndrimin e krahëve politik, po kemi parë të njëjtët individ financues, jo të gjithë. Një grup i caktuar. Thoj një. Oligarkë të njëjtë. Po patjetër. Tani kemi dy opsione. Ose do të kemi nga këta që dalin si heroin kombëtar, të cilët thonë rritini pritini, të heqim të gjithë, dhe nuk janë racional, janë të drejtë, janë të drejtë, janë të ndershëm, mund të jenë të ndershëm, nuk janë politikanë, nuk janë lidera, nuk janë racional. Kemi edhe nga ata që është propozimi që këta do t'i edukojmë dhe do t'i kthejmë në shërbim të vendit. Ky është një debat politik shumë i rëndësishëm. Pa çfarë do të bërë me këta individ? Ti dënosh apo të përpiqesh të amortizosh gjërat që vendi të eci para? A janë mekanizma jetik për vendin? Shiko. Nëse vjen një pushtet i përgjithshëm, të gjithë njerëzit duhet të bëjnë një deklarim pasurie gjatë 20 vjeçari. Dolën shkeljet. Patjetër, sekuestrim. Çdo bësh. Patjetër, sekuestrim pasurie. Po janë disa individ cilët të mbajnë ekonominë të lëviz. Jo. Sekuestrim direkt apo patjetër, patjetër, sekuestrim. Pa je proksajt. Po patjetër, sekuestrim. Unë po pyes, nuk po ndroj padrejtësit në një vend duhet dalin në shesh dhe duhet gjykuar. Të vit, po patjetër që Shqipëria ka qenë në informalitet dhe patjetër nuk ka qenë digitalizuar. Patjetër që Shqipëria është akoma është në keshje, nuk është në credit card apo në që të ketë më shumë prova se si janë bërë pagesa apo transaksionet, por patjetër që duhet të ketë një vetë deklarim të gjithë bizneseve që sot pretendojnë që janë oligarkë, si janë bërë oligarkë. Për shembull ke rastin e Gjergj Lucës apo Zamir Manes apo të gjithë. Gjergj Luca sot ka marrë gjithë repartet e ushtarakes të Shqipërisë, i ka kthyer në biznes dhe sot falenderoj Ramën. Patjetër që falenderoj Ramën. Se e mori nga një pianec në Lezhë, në ato lokalet e peshkut dhe ktheu përsëri në oligark. Patjetër që ta falenderoj, patjetër që influenca e punëtorëve të tij është pro qeverisë, patjetër. Pra duhet bërë një pastrim. Po patjetër dhe pastrim, po duhet bërë një vetë deklarim pasurie. Për gjithta, na i viti X në këtë vit, ku i ka gjetur të ardhurat? Se të vazhdojmë biznesin. Patjetër që unë personalisht jam pro kapitalizmit, pro biznesit, po të fitoj mi Zoti. Patjetër. Por jo në pandershme. Garë dhe meritokraci. Patjetër. Tema fundit. Aeroporti i Vlorës. Ti me sinqer nuk e kam parë fare këtë, nuk e kam parë për cipta si. Se të na shiten gjithë ato aksione për 500 lek. Kam parë dje një që e kishën thirrur Bezet Pasollin në prokurorinë e Tiranës, por nuk e kam ndjekur dhe nuk e kam parë. Kam dëgjuar që zonja Balluku është e përfshirë në aeroportin e Vlorës. Madje kam dëgjuar që është e përfshirë dhe në tunelin e Llogaras.
ku ka ndryshuar kontratat midis turqëve dhe shqiptarëve, që kanë dhënë ofertë më të ulët dhe prapë kanë marrë këta që dhanë të lartë, po e ka bërë ai që ka bërë dhe ofertë më të ulët. Po ai jeni ndodhit me raportin e Vlorës me kompaninë angleze. Po kam dëgjuar, po nuk e se di ndonjë gjë specifike dhe nuk e kam se e kam parë shumë, për shkak edhe të impejime të punës apo që kam qenë diku dhe nuk kam një informacion real që të japi përgjigje konkrete në sa i përket aeroportit të Vlorës. Patjetër që aty flitet për një aferë korruptive. Nëse ka njerëz përgjegjshëm dhe ka një prokurori, ka dhe disa djem e vajza që kanë mbaruar magjistraturën dhe duan të bëjnë një karrierë të gjatë në këtë drejtësi, si në prokurori dhe në gjykata, duhet marrin në hetim përgjegjësi, ta hetojnë, pastaj të veprojnë në bazë të ligjit, në bazë të rregullores dhe në bazë betimit pranë kushtetutës që ata kanë bërë. Atëherë, për arsye të kohës imi drejt fundit, po dëshiroj që ta mbyllnim me një tip konkluzioni, duke pyetur a ka shpresë? Patjetër që ka shpresë. Patjetër që ka shpresë. Dhe ku do ta kërkojmë? Tek vetja. Për shpresa është tek vetja. Nis nga individi. Po patjetër. Gjithçka nis nga individi. Për shpresë ka, ne nuk do të humbasim shpresën, madje unë që flas dhe kam rreth 13 vjet në Shtetet e Bashkuara, kam rigjeneruar banesën time në Shqipëri për shkak se mendoj që të kesh shpresë që të kthehem një ditë. Dhe pse kam një banesë këtu, dhe pse kam një, po thoj, mbi një dekadë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam rregulluar banesën time për të kthyer, e kam bërë më të kohës, edhe pse një banesë e ndërtuar në 2005-ën, kishte nevojë për rekonstruksion, për të bërë më bukur, më përshtatshme për kohë. Po këtë pse e kam bërë? Për të rikthyer vetë. Patjetër që ka shpresë, patjetër që do ketë reflektim, patjetër që njerëzit duhet të jenë më të ndërgjegjshëm. Të ndërgjegjshëm patjetër, dhe ne për ta po flasim sot, na dëgjojnë, të mos ndikohen shumë nga fjalët tona dhe nga opinionet tona personale, po të ndikohen nga mirësia, nga ajo që duhet të bërë më mirë dhe të funksionojë, të ketë një shtet ligjor, të ketë disa gjëra që i shërbejnë demokracisë. Mos flasim për një demokraci që nuk ekziston, flasim për një demokraci që ekziston, dhe vërtet jemi free speech, siç e themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Shqipëria ka për shpresë të shohim, të shpresojmë në zhvillimet e fundit politike që do ndodhin, shpresojmë që heronjtë e fëmijëve tanë të bëjnë diçka, nëse ata nuk bëjnë. Ka një rast të freskët siç është zonja Balluku, duhet na shpjegojnë pse nuk kanë bërë, pse nuk kanë bërë një arrestim. Aty flitet për një korrupsion. Dhe në moment që flitet për korrupsion, të vazhdohet procedura siç vazhdoi me të tjerët, me që mendohet për Erion Velian. Në Erion Velian është edhe thamë më përpara që ka akuzën banale për të brendshmet e bashkëshortes e fustanet, që patjetër që edhe ajo është një shkelje. Por duhet të nëshëmë edhe zonja duhet shoqërohet dhe të jetë pranë, sepse ka akuzë, ka fakt, çdo njeri për mua është i pafajshëm në momenti që gjykata nuk ka një vendim të formës prerë. Për shembull kemi sot zotin Meta që mbahet në paraburgim në mënyrë pa drejtë për vendimin e tij. Sepse kishim zotin Berisha që mbahet në balkon rreth një vit. Në mënyrë pa drejtë, mbahet lideri i opozitës në mënyrë pa drejtë. Sot e kemi jashtë, domethënë e goditëm opozitën për të mos qenë ai me votuesit apo me njerëzit që mendojnë ndryshe qeverisë prezent. Domethënë e mbajtëm një vit mbas pak kohësh të zotit Berisha, kemi zotin Meta që la vitin në paraburgim, që sot prokuroria e posaçme SPAK nuk na jep një fakt, një provë pse ndalohet ish presidenti, ish kryetari i kuvendit, ish kryeministri dhe sot aktualisht presidenti i Partisë Lirisë. Pse mbahet brenda? Kush është? Na thot një fakt, madje me që ram prapë në reformën e drejtësisë. Nuk do dalim te atë. Ka një konflikt interesi zoti Meta me zonjën me gjyqtare që e gjykon. Ka kërkuar largimin e saj dhe sot nuk funksionon. Është ajo Irena Gjoka, ajo që ka 5 mbiemra, që është dënuar në shtetin grek, në shtetin ton fëqinj, dhe akoma ajo rishërton çështjen e tij, që e ndalon ligje, ndalon çdo
çdo gjë juridike, që ajo të jetë pjesë e gjykimit të zotit Meta. Pra, sot kemi shkruar afatet, zoti Meta ndodhet brenda në paraburgim, kemi shkruar çdo lloj afati ku ai duhet të dalë dhe të paraqitet pranë prokurorisë dhe gjykatës në mënyrë pavarur, në mënyrë jo i arrestuar, por të jetë në arrest shtëpie me një mas tjetër sigurie. Madje ai nuk ka çfarë prish me prova, sepse ato janë shumica janë të parashkruara, ndodhet në paraburgim pa asnjë të drejtë nga heronjtë e fëmijëve tanë. Nëse zoti Meta deli i pafajshëm, shteti shqiptar i kushton miliona dollar. Qëndrimi i tij që janë taksat tona. Madje siç e kemi edhe për Begetin që prokuroria e posaçme SPAK nuk flet. Apo për Megoni Gallin që thotë domani ngritur një edhe ne duhet ta mbyllim se me çfarë kemi boll tema, po ishim të pyeta për një konkluzion. Për një mesazh të fundit. Tedi. Që të kemi një shtet funksional, do ta mbyllim. Do të kemi ta thash dhe më parë, do të kemi një drejtësi të pavarur. Pyetja ngrihet, a kemi sot në një drejtësi të pavarur? Ja. Nuk mund të kesh ti, nëse do kishim një drejtësi të pavarur, sot populli shqiptar mbase do ishte në shesh i gjithi. Por ti del në shesh, arrestohesh nga policat, nga urdhrat që jep ministria, kryeministri jep drejtori i përgjithshëm, hierarkisë tyre dhe arrestohet, dhe ti nuk del, po bëhesh me precedim penal. Nëse ti penalizohesh për të qenë në një punë sepse të del që ti ke qenë ndaluar. Pra, ne duhet kemi një reformë drejtësi shumë të mirë, njerëz përgjegjshëm, të drejtë që punojnë me djersën e ballit dhe nuk shikojnë nga duart për të marrë lek këtë dhe ande. Atëherë, të falenderoj për çdo analizë që ndave me ne këtu sot. Të falenderoj që pranove të vjenje. Falenderoj për analizat. Vërtet ishte kënaqësi që edhe për sinqeritetin dhe folëm sa i përket aktualitetit politik dhe situatës që Shqipëria ndodhet, shpresoj që të shihemi përsëri. Falenderoj shumë për sinqeritetin, sepse ishte një bisedë drejt për drejt dhe besoj se kjo mendoj që do të jemi pa filtra. Do të jemi pa filtra. Këtë jemi pa filtra dhe këtu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë do të bëj thirrjen time për zgjim të popullit, sepse gjithmonë ka shpresë dhe nuk mund ta lëm pas atë dheun ton. Të parë tanë janë përballur me vështirësi shumë të mëdha nga shpërballemi ne sot. Pavarësisht se vështirësitë janë të mëdha, nuk kanë qenë kaq të mëdha të shkuarën, prapë na e kanë trashëguar këtë atë dhe ne duhet ta trashëgojmë fëmijëve tanë ashtu siç fëmijët tanë e meritojnë vërtet. Ndaj thirrje për zgjim, falenderoj shumë që ishte këtu me ne sot. Falenderojmë gjithë ata që na ndoqën dhe shihemi sërish të shtunën e ardhshme në mbrëmjen e emisionin Qendrim në ACTV USA. Faleminderit dhe mirupafshim.